Kërqovarët njihen si artëdashës të artit në përgjithësi. Kërqova vendi jon, në gjirin e saj çdo herë ka lindur dhe rritur artistë të mëdhenj, si këngëtar, artistë filmash, artistë të artit figurativ e tjerë. Uskana jon për nga arti i identifikohet edhe nga i madhi Omer Kaleshi, i cili lagu i hapur shumë piktor me renome botërore. Kemi edhe piktorin Ramadan Ramadani, Enver Selimi, Osman Qerimi e tjerë. Nuk do të harrojmë të madhin e Zeni Ballazhi, i cili me rastin e 100 vjetorit të pavarësisë së shtetit shqiptar, dizajnoi logon e shekullit në konkursin e shpallur në Tiranë. Po të fillojmë t'i numrojmë artistet e gjirit të Oskanës, ndoshta do na duheshin orë të tëra, por edhe ditë, sepse siç e thash edhe më lart, historia e artit në Kërqov ka zanafillën e saj të vjetër. Së fundi kemi shumë artistë të artit figurativ në Kërqov, disa të punësuar e disa të papunë, por që aktivitetet e tyre i zhvillojnë duke pikturuar në shtëpi. Së fundmi Kërqova ka një artiste të re e cila është nga fshati Drogomisht i Madh. Hapat e parë të artit i ka filluar në shkollën fillore Reç Rushit Zajazi në Zajaz, shkollën e mesme në gjimnazin Drita të Kërqovës, fakultetin në Universitetin Shtetëror të Tetovës drejtimi grafik, studimet postdiplomike në Hasan Prishtina në Prishtinë, ndërsa doktoraturën në Njo Bullgari University në Sofia të Bullgarisë, drejtimi grafik. Për të njohur më shumë me artin në emisionin Gjura Jete, kemi të ftuar profesor doktor Lulizime Osmanin. Broma teleshikues të nderuar, sapo ndoqët kronikën rreth artit dhe mysafirës të cilën sonte kemi të ftuar në emision. Me mua sonte në emisionin Gjyra Jete është profesor doktor Lulizime Osmani. Mirë se erdhët, Lulizime. Mirë se u gjeta Salia. Faleminderit për ftesën. Është kënaqësi për mua për të diskutuar rreth artit, me të vërtet një temë e ndjeshme, e bukur. Vetë fjala art është fjalë e bukur dhe e art. Do të doja fillimisht të më flisnit pak për veten tuaj. Ku keni studiuar, si morët hapat e para? Ashtu si që sekët edhe vetë fjala art, po bazohet në një fjalë bukur, diçka e mirë, por mbaret nga të rritë ose nga njerëzit se si e fokusojnë atë drejtim. Fillimisht si çdo nxënës që mbaron vitin e 4 në shkollë të mesme, po ashtu edhe unë, duhej diçka të zgjedh. Edhe në diskutime me prindjet çfarë më pëlqen, jo se duhet diçka patjetër të jetë fokusi te prindit të detyrojnë se çfarë dëshiron prindit të studiojnë, mirë po duhet të ketë një bashkëbisedim fëmia çfarë do, edhe kuptohet edhe dëshira e prindve si çdo nxënës që duhet të ndjek dëshirën e babait. Unë pak me dëshirën e time personale, po pak edhe të babait, u vendosa te arti. Po pa më se ditur se çfarë do studioj. Shkoj në studim, shkoj në fakultet edhe nuk e di se cilën drejtim të zgjedh. Mirë po vetë nga natyra jam ashtu pak gjurmuese. Edhe duke ditur se pikturën e kisha ndëgjuar se çfarë do të thotë pikturë, skulptura pak më duke rënë për një profesion si femër. Dizajni diçka nuk e di, nuk më flente, edhe grafika tash do të studioj grafikën pa mos e ditur çfarë është grafika dhe çfarë pune më priste bas asaj, që dukeshte vetë fjala grafik. Dhe kështu u fokusova te grafika, mbarova studimet 4 vjeçare në Tetov, në drejtimin e grafikës. Pastaj keni vazhduar master në Prishtinë. Po, pas asaj mbas studimeve normal, si çdo i ri që nuk gjen punë. Tash mos rri duar kryq, vazhdova të paktën, vazhdova që të merrem me diçka, vazhdova Prishtinën. Jo se diçka, po në Tetov nuk kishte master në drejtimin e grafikës, se për shkak numrit të studentëve që ishte i pak dhe nuk rihapeshte drejtimi master, vendosa të shkoj në Prishtinë për shkaku pse mos shkoj diku që ofritet gjuha shqipe. E kisha edhe këtu afër Shkupin, mirë po më shumë më flente të shkoj në Prishtinë, edhe është mirë të lëvizish. Cime, do të dalim në Sofia të Bullgarisë. Keni kryer doktoraturën, pastaj për të kthyer përsëri në fakultet me aktivitetet. Sa ishte vështirë të adaptoheni në Sofje? Shiko, Sali, është edhe pse rrugtimi 3 vjeçare
3 vite e gjys gati jam në drejtimin e doktoraturës. Unë ende nuk e kam mbrojtur tezën e doktoraturës edhe ende nuk e ndjej vetëm ta quaj doktore të grafikës. Megjithatë jeni në fund. Jam në fund, unë kam mbetur vetëm edhe mbrojtja, ka qenë me të vërtet shumë vështirë. Do të them e vështirë edhe për punë, që duhet punojsh, të gjurmojsh, të hulumtosh, mirë po të them të drejtën edhe nga mënyra financiare, që duhet t'i përkushtohesh, duhet t'i ndalish disa gjëra, disa qefe të jetës që me të vërtet rinia e kërkon, për të fokusuar familja, mbështetje familjes, ka qenë shumë e vështirë, edhe ende e kam të vështirë derisa ta përfundoj. Do të shkoj sukses, shpresoj se shpejti ta përfundoj. Këto vështirësi me të vërtet janë kënaqësi. Ju dëshiroj të gjithëve, se shpesh herë kam hasur pyetjen dhe ndërlidhem ndoshta pak jashtë asaj që duhet, pse ka qere? Pse jemi mësuar gjithmonë të bëhet një doktor në vitet 60-ta, 70-ta. Ende ajo vlen tradita jonë e vazhdon. Nuk dëshirojmë të përparojmë, nuk dëshirojmë të shohim një të ri duke përparuar, mirë po gjithmonë do t'i gjejmë ngecje. Të duhet përvoja, të duhet eksperienca. Nëse ne nuk fillojmë tash me përvojë me eksperiencë, ku do t'i bëjmë? Nëse shpejtizime, shpresoj që në studio të kemi edhe me diplomën e doktoraturës, me që jeni në fund ajo dihet që do vi. Unë gjurmova pak për ty dhe diku hasa se jeni shpallur studente më e mirë në vitin e 4, ose do mos sqaroni pak në lidhje me këtë si dhe ku ndodhi kjo? Kjo ishte periudha e studimeve, si çdo fakultet që varet tash për fakulteteve kur e shpallen një student më të mirë, por te fakulteti i arteve në Tetov ndodh vitin e 4, që për 4 vite të shohin se sa një student jep më të mirën e tij. Po ashtu ndodhi edhe te gjenerata jon, 2012-ën. Gjithmonë ishin mësuar të zgjedhin prej krejt gjeneratës një student. Mi për fati jonë ishte që me të vërtet kishte konkurencë të madhe, kishte student jashtëzakonisht të mirëfillt për çdo drejtim, edhe profesorët e patën të vështirë se cilin të zgjedhin. Kishte edhe gjenia femrore, femra dhe vajza që punojshin edhe dëshironin të japnin më të mirën, po ashtu edhe konkurenca djemve. Mirë po kjo ishte konkurencë, sidomos te gjenerata jonë flas, një konkurencë jo xhelozie. Për konkurencë pune, konkurencë pune, konkurencë respekti, i ndihmonja njëri tjetrit për të mirën, që pse edhe ai mos t'japi mos mirën e tij. Kështu ndodhi edhe me mua, jo se unë isha pikrejtve më e mira, mirë po gjitha ajo salije e kam bërë me punë. Kur shkova në vitin e parë, isha outkrejt asaj që unë kisha imagjinuar se mund t'jetë arti. E mora me shumë kështu me lehtë dhe thash shumë lehtë është, do të bëj. Mirë po jo, dule kundërta. Edhe unë u fokusova, sidomos kam punuar tepër, mirë po profesorët e tonë fatmirësisht e shifnjen kush punon, t'i jepnjen vullnet, t'i jepnjen përkrahje, të vlerësonjen atë që bën. Se ka gjasa që punon, mirë po nuk të vlerëson puna dhe ty të bie vullneti për punë. Fatmirësisht e përmend edhe prapë, se fati jon ka qenë që profesorët i kemi pasur shumë të mirë, na kanë inkuadruar për punë, na kanë dhënë më të mirën e atyre që din ta shesin për studentët, mirë po edhe unë kam punuar dhe më në fund do me thonë se me punë arrije gjithçka. Me punë arrije gjithçka, edhe unë mund të them me punë e kam arritur, jo se jam gjeni edhe aq të mbesish, unë jam i ditur edhe nuk duhet të punoj. Di gjithçka dhe s'bëj asgjë. Mirë po jo, te unë ka qenë e kundërta, kam punuar shumë dhe faleminderit prej tyre më vlerësuan me atë që kam bërë për 4 vite dhe më ndanë në drejtimin, flasën në drejtimin e grafikës, studentja më e mirë. Po ashtu u zgjodh edhe studenti më i mirë në pikturë, skulpturë, dizajn, në të gjitha drejtimet. Në të gjitha drejtimet që me të vërtet ishte fati jon
që të na kurërzojnë me ka një titull, me ka një certifikat, edhe kështu ndodhi. Zime, çfarë është grafika? Se është e paqartë realisht për opinionin e gjërë, nuk e din të gjithë edhe unë nuk e kam shumë qartë se çfarë mund tjetë, nëse mund të më shpjegosh mua dhe gjithë të tjerëve të cilat na shohin sonte. Normalisht, fjala grafik, vetë termi grafik, do më thënë shtyp. Nuk është një piktura që ti punon, edhe punon në një kornizë, edhe aty mbet ajo. Bën që ka bën nuk ke më mund të premisosh, mirë po është vetëm një kopje. Dalim te grafika. Grafika është shtyp që fillimisht fillon një punim me një skicë, në një fletë të bardhë, merr, frymëzohesh, edhe gjithë çka që dëshiron të arrish të një punim, i bën në letër, në një skicë. Pastaj, ajo skicë merret dhe bartet në plakë. Po do të thua çfarë është pllaka? Mund të jetë pllakë lineleumi, mund të jetë një dru, që mundesh ta presësh drunin, Ceramik. Ose bie diku tjetër. Është në një drejtim tjetër, mirë po fjala më herët kur është zbuluar grafika, më shumë në fillim kanë qenë në gdhendje ndru. Të gjitha ata me mjete cilësore që kanë për gdhendje, ose se këta dru gdhendësi që janë. Me mjetet e gdhendet, e gjitha skica në një pamarqe, do të marrë ma shumë që tjetë më e qartë drurin. E gjithë punimi gdhendet në dru, pastaj shtypet me ngjyrë, shtypet në pres, që ka pres speciale, dhe ai punim mund të shtypet edhe shumë herë dhe mund të kesh 2-3 skica, 2-3 punime të një punimi. Për shembull, është afati i qëndrimit të saj, kohëzgjatja, sa qëndrojnë, sa kanë garanci? Garancioni është i lartë, të them, ca le, përderisa nuk haset në lagështi, nuk haset se ajo kornizohet punimi i grafikës, shtypet në letër dhe kornizohet. E tash varet se sa do të jetë kohëzgjatja, është jashtëzakonisht e madhe, mirë po duhet të jetë fokusi sa ti do të ruash atë. Kjo vlen edhe për tjerat, edhe për pikturën, edhe për skulpturën. Kohëzgjatja varet prej njerëzve. Që sa i ruajnë trashëgiminë e artit. Sa janë të aftë mbrojnë atë pasuri, se në fakt është pasuri. Po. Edhe desha të ndërlidhem edhe me atë se grafika ka variacione të ndryshme se si mund të shtypet. Ma heret nuk kemi pasur presa të veçanta, siç kemi tash. Mirë po është bërë me luk. E kemi për shembull drurin, e kemi gdhendur, e kemi lyer sipër. Po. Ja qesim letrën, hamer. Kemi hamer special që e thith ngjyrën më shpejt, përmban më shumë pambuk, dhe nuk kemi pres, nuk kemi mundësi tjera, mundemi ta bëjmë me ndihmën e lugës që i bijem sipër. Zime, cili është dallimi midis pikturës dhe grafikës? Për shumicën nga ne, si që ishte grafika, është edhe kjo e paqartë. Si dalloni dhe vlera e kujt është më e lartë? Tash të filloj prej te pyetje parë, jo te se kjo tash më ngacmove më këtë cila është më e lartë. Është e vërtetë se çdo kush rrallë kush, ma mirë të them rrallë kush e dallon çfarë është grafika, çfarë është piktura. Jo se është diçka të thot dikush je piktore, është gabim, mirë po është pak si në vlerësim. Se dikush më thot piktoria Lulzim Osmani, nuk jam piktore, jam grafiste. Prandaj duhet të ketë pak dallim edhe duhet ta dinë njerëzit ku çndron dallimi. Siç se ka pak më lart te pyetja për grafikën, çfarë është grafika, tu mundemi të ndërlidhemi. A dhe mundem të bëj një dallim shumë të thjesht, por shumë cilësor. Grafika shtypet në letër, kurse piktura pikturohet në një telajo, ose ndryshe ta them, në një pëlhur të bardhë. Këtu është dallimi. Grafika po ashtu mund të shumëzohet më shumë se një herë, shtypet, dhe ndihet kopje mund është ta shtypish, të kujtohet mbas 10 viteve, të njëjtën pllak e merr, dhe e rishtyp. Piktura
e bën një pikturë dhe mbetet një pikturë. Ti mund ta bësh, ta rikopjosh. Po çdo herë do të jetë imitim. Mirë po, nuk mundesh çdo detaj, si e ke pasur frymëzimin të një pikturë e para, nuk vlen te e dyta. Mund të bësh më mirë po mund të ketë edhe ngecje. Kështu që grafika shtypet në letër në një hamer dhe mund të rishtypet mbas 10 viteve ose edhe shumë mbaret e sa ruhet. Kjo është një dallim shumë i thjesht për publikun ta kuptojnë se çfarë mund të jetë një grafik, çfarë mund të jetë një skulpturë. Skulptura vetëm më hyn edhe shumë qartë se bëhet në 3-dimensionale, ka një pamje shumë më figurative, jo më figurative, mirë po çfarë të them. Shihet se më është një skulpturë, nuk munden ta përzihen me pikturën. Vetëm se ndoshta në një shtresë shumë e ulët, që nuk ka dieni se çfarë është arti, ndoshta e gatrojnë, edhe mund të shohin për dizajnin se më duhet të dihet se kush se çfarë janë. Ku do ndërlidhen te pyetja që më provokove. Cila është më e vlefshme? Më e vlefshme, po, edhe cila ka vlerën më të lartë në fakt. Në treg, flasim për në treg. Çdo vepër arti, pa marrë parasysh se kujt drejtimi i takon, unë mendoj se ka vlerën e vet. A është pa marrë parasysh është një dizajn, a është një skulpturë, a është një pikturë, a është një art konceptual, a është një vizatim thjesht i bërë në një letër. Unë nuk mund të bëj dallim, se për mua janë të krejt të vlefshme dhe të rëndësishme. Të gjitha bëhen me punë. Dhe të gjitha bëhen me punë, të gjitha bëhen me vullnet, të gjitha bëhen me pasion, a mos e pasur pasionin, dëshirën, nuk bëhet asgjë. Po ashtu edhe ti punën që e bën, pa mos e pasur dëshirën, nuk mund të arrish asgjë. Po ashtu edhe këtu, unë për vete nuk mund të bëj dallim. Do shta dikush mund të ta bëjnë, ose mund ta anojnë më shumë nga profesioni vet, mbarësisht nga drejtimi që ka, mund të them tash grafika, mirë po unë nuk e them se të gjitha janë të rëndësishme. E bëj edhe pikturën, e bëj edhe skulpturën, nuk mundem ta them se të gjitha janë të rëndësishme. Kjo me vërtet është mirë, është fair, është drejtësi. Shumë e drejtësi. Sa ekspozita keni pasur personale dhe sa ku ju keni qenë pjesëmarrëse në kolektive. Kur keni filluar studimet ose mbaruar studimet në që filloj? Faktikisht ekspozitat fillojnë mbasi mbarojmë fakultetin. Atëherë tregon se ti çfarë je. Ndoshta ka thënë gjatë kohës studimeve nuk keni drejt për ekspozitë. Jo, kemi të drejtë të ekspozohesh, mirë po varësisht se sa do të jetë të mirëfillta dhe sa serioze. Mirë po kur ti mbaron dhe merr diploman, atëherë ti llogaritesh një artist i lirë, një profesionist i atij drejtimi, edhe veprat janë më serioze, më të ngjeshura dhe din se çfarë bën. Din ku e ke gabimin dhe din se çfarë duhet të nxjerrësh në pa. Ekspozit personale kam pasur në vitin 2013, atëherë kur unë përfundova masterin në Prishtinë, edhe u fokusova pse mos ekspozohen këta punime. Edhe pse merren me portretet deformuara, fryma ka qenë e njëjtë si në diplomim, po ashtu edhe në master, unë vazhdova të njëjtën temë, duke u marrur me portretet deformuara, duke u fokusuar te njerëzit se çfarë kemi në ngecje, si shoqëri, si jetë normale që bëjmë, ku i kemi ato mangësitë që të mund të përparohemi, edhe unë e pash mangësinë se njerëzit fokusohen gjithmonë te e bukura, duke harruar bukurën e brendshme, të bukurën e shpirtit, duke u bazuar nga ajo vetëm e jashtëmja, edhe mu kjo më prek gjithmonë, se jo gjithmonë një femër ose një djalë i bukur mund të jetë i bukur nga brenda. Brendi. Edhe duke ndërlidhur të dyja tema që i kum pas, vendosa të bëj një ekspozit, po ashtu në Tetov, duke më ndihmuar shumë profesor. Nuk mundem t'ja na shkalloj profesor me tini zeti që më ka përkrahur, edhe më përkrah gjithmonë kur unë kam ngecje, edhe ndoshta jam bërë edhe modot tonë shumë shpesh, mirë po
aty është gjithmonë në kohë, gjithmonë në dispozicion të më ndihmoj, duke mos harruar edhe profesorët e fakultetit, po ashtu profesorin Bastri Mekolli që e kam pasur në gjatë studimeve mentorin Nafia Shari që e kam pasur në studime, por duke mos harruar edhe profesorin Hajrush Isenin, që e kam pasur krahun gjatë të timin, që gjithmonë që unë kur nuk kam ditur se si ta nxjerr një punim në grafik, i kam thënë profesor, unë kam ngecur, ka qenë aty, pa marrë parasysh, a ka qenë gjatë ligjëratës, a ka qenë 12 i natës, gjithmonë më ka përkrahur dhe jam kjo që jam me ndihmën e atyre. Ekspozita u më prit besoj mirë, kisha publik, kisha njerëz, kishte komente të mira, po ashtu edhe kritika, mirë po gjithmonë duke dëshiruar për një hap më përpara. Ekspozitat kolektive kam pasur shumë, marr pjesë në çdo aktivitet që më jepet mundësia, nuk e vlerësoja është një aktivitet shumë i fortë apo i shkresës shumë të ulët. Unë marr pjesë edhe më ka ndihmuar shumë. Ekspozita jashtë shtetit, keni pasur? Jashtë shtetit kam pasur me profesorët që i kam në Bullgari, duke më futur në pozicionin e tyre, që e kanë një profesor doktor, e ndjej vetëm pak edhe të kënaqur, mirë po nga një anë e vogël, mirë po me shumë kënaqësi, ata mi kanë marrë punimet, mi ekspozojnë, sa herë që ka ekspozita në Sofje, edhe pse unë nuk jam atje, punimet e mia qarkullojnë në fakultet në për galeritë të ndryshme të Bullgarisë, mirë po gjithmonë me shumë punë salije. Do ta ndërlidh edhe një moment që kur unë fillova në Bullgari, edhe punimet ende nuk i kisha të shikojnë se çfarë punoj, isha vetëm me brumin e asaj çfarë dëshiron të bëj, edhe do të fokusoj edhe atë çështjen se gjithmonë me prindin, me babin udhtoj, deri atje vetëm kur kam hapësirë më të madhe që duhet të qëndroj më të vërtet atje, në gjithmonë shifshin vajza e babit, edhe nuk më merrshin shumë serioze. Mirë po, ishte momenti kur unë duheshte ti dërgoj punimet, edhe nuk i dinja se të kujt janë ata punime. U mlodhën 5-6 profesorë dhe diskutojnë tash, kush është autori? Çfarë fryme është kjo? Pse në këtë mënyrë, se nuk ishe mësuar çojnë një temë të tillë. Edhe pse unë isha mbas shpinës tyre, unë të tregoj të drejtë nuk reagova. I prita të shoh se çfarë do thonë. Mirë po kisha... Cila do të jenë vlerësimet e tyre? Vlerësimet edhe gjithmonë si një shqiptare kurreshtare. Nuk fola, pastaj u bë ajo vrulli, kush është autori tash? Edhe vetëm thash unë. Kur u kthyen, më shikuan edhe me të vërtetë u befasuan, si mundesh ti? Thash, po, unë jam kjo. Pastaj filloj të merrem shumë seriozisht, lëvdata tepër të mira, edhe kjo është befasi, është kënaqësi të shkosh jashtë shtetit, të shohësh se çfarë punohet, të marrish vlerësime, të marrish kritika, kuptohet ajo. Pa kritika do bën çdo herë më të fortë. Pa kritik nuk ka, përderisa ta lëmojnë shpinën atëherë dihet se nuk është në rregull këtë çka. Edhe kështu që marr pjesë në për çdo aktivitet që merret pjesë. Pa marr parasysh a është punë me art, a ka diçka jashtë artit, se një njeri që është shumë i gjerë ka diafazon më të madh. Nëse unë fokusohem vetëm te grafika, atëherë dihet se diçka nuk është në rregull. Po ashtu mundem ta ndërlidh edhe me çmimin që mora grafika më e mirë, për 28 nëntorit që mbahet në Gostivar, është një ekspozitë e veçantë që mbahet për 28 nëntorit, për nder
të kësaj dite. Edhe unë marr shpesh, jo shpesh, por mund të më çdo vit pjesëmarrje, mirë po asnjëherë nuk isha ndarë me çmim. Edhe shpresa i humba që unë ndonjë ditë mund të marr ndonjë çmim në këtë ekspozitë. Mirë po atëherë kur më humb shpresat, atëherë të fillon ringjallin. Duke mos e ditur, thirrem Lulzim Osmani për punimin grafika më mirë, edhe me të vërtet unë ndjeva e vlerësuar edhe kënaqur për atë që jam, se në Kërçov me të vërtet ndoshta, por është fakt që të rit nuk më ndjeken. Se media është, ju e bëni punën të madhe që dikush mund të jetë të arrin. Faktori kyçës që i nxjerr në pah njerëzit, se Kërçova ka shumë të ri. Edhe unë jam e bindur se ndoshta mos flas tash të më kuptoj ose të keq kuptohem nga publiku, Kërçova ka studentët më të mirë. Por sa jemi të vlerësuar kur kthehemi këtu, ajo është tjetër çështje. Të cilën do ta diskutojmë në pjesën e dytë të emisionit. Ximena, tani do të ndjekim në një kronik dhe pas pak do të kthehemi sërish në studio. Fillimet e artit figurativ në truallin e Shqipërisë janë të hershme. Gjurmet e para i përkasin periudhës së Neolitit. Nëpërmjet zbulimeve të shumta arkeologjike në zona të ndryshme të vendit, janë gjetur qindra e mira qeramika, tarakota, zbukurime në metale tjerë, që u përkasin fiseve ilire, paraardhësve të drejtë për drejtë të shqiptarëve të sotëm. Prodhimet më të hershme janë të thjeshta, për përdorim praktik, por në ato shfaqen edhe vlera artistike si në format zonfore, të enve ashtu edhe të dekoracionit, gdhendje dhe elementet e tjera. Nga shekulli 6 deri në shekullin e 3, në qeramik vizatohej linja dhe figura geometrike. Forma ndërtohet në si ulet më elegant dhe pastrohet me element plastik. Shumën të kësaj periudhe që ruhen sot në Muzet e Shqipërisë kanë vlera të mirëfillta artistike dalluese vendase, që nuk i ndeshim në artin e fqimve të tjerë, por aq të lashtë si Helenët apo Remakët. Nga ato ende të lashta të zbukuruara me dekoracione e fraktura plastike, nis rruga e skulpturës në truallin e Shqipërisë, duke u bërë kështu bashkëkundëtar me artin e popujve më të hershëm të Europës. Tipare më të qarta u duken sidomos në formimin e qyteteve ilire Bylis, Amantia, Fojnikue, Butron, si dhe me ngulmin Helen, Dyrahu, Apollonia, Orikumi. Në qytetet ilire mori zhvillim më të madh skulptura e rumbullakët, si dhe e riveli që lidhej me ndërtimin e monumentive. Në fillim skulptura u zhvillua duke përvetësuar elemente të artit helen, sidomos nga tradita kornitike dhe kërkysare. Më vonë nga shekulli 6 para erës sonë, krahas lindjes në traditën helene, arti ilir fiton veçori të reja të dallueshme brenda kuadrit helenitist, Apollonia dhe Dyrahu, që u bën qendra më të rëndësishme të artit në ato vite. Kishin mjeshtrinë e shquar vendase që gdhendin dhe skalitnin në një stil me tipare të veçanta kundrejt veprave të importuara prej qytetërimit helen. Në muzeun e sotëm të Durrësit janë ekspozuar disa skulptura të papërfunduara të gjetura në atë treg, apo dëshmojnë për gdhendje që janë bërë në truallin shqiptar. Janë zbuluar gjithashtu edhe gjurmë të punishteve të hershme të qeramikës në Apolloni dhe Dura. Aty u prodhuan shumë nga enët dhe vazoret e bukura të stilit antik që ruhen në muzet tona. Figurat e pikturuara paraqesin skena të ndryshme mitologjike, pamje nga garat atletike, skena luftimesh e tjerë. Në përgjithësi, janë me figurat të zeza mbi sfond të kuq dhe me figurat të kuqe mbi sfond të zi. Pikturimi i figurave është në lëvizje, plot harmoni dhe plasticitet. Në këtë periudhë realizohen edhe shumë statuja të vogla prej bronzi, si dhe terakota ku paraqesin edhe motive laike dhe figura fëmijësh, barinjësh e tjerë. Ndryshe, në vitet e pushtimit romak prej artit zyrtar, shkëputet arti trevave fshatare, ku pas shqyrohet motive nga jeta e përditshme, me praninë e elementeve të thjesht artistik, që dallojnë nga veprat e mëparme, si dhe me skalitjen e veshjeve dhe emrave ilir. Veprimtaria e këtyre viteve mund të vlerësohet edhe si një qëndres ndaj asimilimit prej pushtuesve më të fuqishëm të kohës.
Pra teleshikues të nderuar, vazhdojmë me pjesën e dytë të emisionit. Sonte e ftuar me mua për të gjithë ju që jeni kyçur me vonesë është profesor doktor Lulzime Osmani, është grafiste e artit, ashtu ta quaj unë, sepse nuk e di saktë dhe si e ka grafiste e artit quheni ose arti grafik, si lidhet më... Në diplomën që më shkruan jam grafiste diplomuar. Mirë po tash mundesh edhe mos ma përmenda, grafiste, artiste tash mbaret nga dëshira. Po, Xime ne sapo ndoqëm një kronikë e cila flet për artin, grafikën, për gjithë shka, por në Shqipëri. Për gjurmime arkeologjike që janë gjetur nga koha e lire e gjithë shka tjetër, si që ndëgjuat edhe vetë, me gjitha unë prapë do të kthejmë në Kërqov. Sa vlerësohet arti në Kërqov, Xime? Më pëlqej kronikën që e keni bërë, Salije, gjithçka që ka të bëjë me artin, gjithçka që mund të jepet publikut, të ndëgjojnë për art, pa më parasysh çfarë arti është. A është art arkeologjik, që bëhen gjurmime, që kjo çështje duhet më shumë të gjurmohen dhe të gjenden se çfarë nga kanë qenë rrënjët e para faktikisht. Ka qenë rrënjët e para, çfarë ka gëlltitur toka, çfarë na ka marrë, pasuri, gjithçka që ka të bëjnë është mirë. Aty kur mundohemi për të mirën e njerëzve, për të mirën e gjithçkat është mirë. Po ashtu pa marrë parasysh a flitet vetëm për grafikën, a flitet vetëm për skulpturën, për pikturën, për mua pak rëndësi ka. Rëndësi ka të flitet, të diskutohet, të jepen në dritë çështjet se ku jemi, çfarë duam bëjmë, ku dëshirojmë të arrijmë. Të gjitha këto janë me vlerë dhe duhet të diskutohet, duhet të gjurmohet, po ashtu edhe në Kërqov që kemi kalan, kam parë edhe gjatë verës që bëjnë gjurmime, mirë po nuk jam shumë e kyçur në këtë drejtim. Mirë po shpresoj të ketë punë, të bëhet punë, aty pa marrë parasysh kush punon, cila palë punon, edhe sa janë të kyçur nga të dyja palët, edhe pse është mirë që të ketë kuptohet edhe nga ana jon, edhe nga ana atyre. Mirë po kryesorët punohet. Në Kërqov, sa vlerësohet arti, sa leje, unë mund të them që kam kryer që nga viti 2012, edhe ndoshta do të lim pyetja sa ke shitur. Ajo pikërisht atë ishte më pyetja. Edhe kjo është një, nuk e di, a mund të them 10 punime, deri tash më pak, tash mos bëjmë numra. Si ndodh kjo, Xime? Nuk vlerësohet arti ose realisht nuk kemi arritur në pikën që ta kuptojmë se çfarë në të vërtetë do të thotë një pikturë, skulpturë ose grafik? Jo, ndoshta njerëzit janë të vetëdijshëm se sa vlerësojnë. Mirë po, kur vjen çështja të investojnë, nuk investojnë. Ndoshta më mirë të bëjnë një dasëm me 500 musafir ose më shumë, edhe muri atyre do të qëndrojë zbrazur. Nuk ka asnjë kolor në shtëpinë e tyre. Edhe duke pasur që sa më i pasur jenë shpirt, aq shumë reflekton në rreth. Për fat të keq, nuk ndoshta vlerësojnë, po ndoshta nuk dëshirojnë të shpenzojnë për art, për kulturë, për gjithçka që ka të bëjnë me pasuri, se kjo faktikisht është një pasuri. Ndoshta mas të 20-30 viteve ajo pikturë që do të kemë blerë ose një grafik prej meje, nëse do të kushtojnë ende më shumë. Më shtrenjtë. Më shtrenjtë. Nuk duke pasur parasysh se duke blerë një pikturë, aq më i pasur do të jesh në të ardhmen. Ndoshta jo ti. Në fakt unë pikturën e vlerësoj me arin, si arin që sot e blen nesër mund. Po tash si gjeta ndodhet edhe me pikturën, ndoshta vlerën e ka edhe më të lartë por në aspektin. Duke pasur parasysh se ari që fundojnë nënat tona ose gratë me traditat tona që i kemi marrë, në të kaluarën ka kushtuar shumë pak. Mirë po, njerëzit duke varur, duke e konsumuar, duke e vlerësuar, janë ngritin vlerën. Tash, po ashtu vlen edhe për artin. Sa ma shumë ti merresh me to, sa më shumë dëshiron të kesh në shtëpi
mure të zbukuruara, aq më shumë do t'i ngritet vlera. Është fakt. Faktikisht, për ne të rijët, jemi pak në hije, se ndoshta nuk na lejnë këto që kanë bërë emër. Jo se nuk na lejnë, po dëshirojnë vetëm ata që kanë bërë emër. Të marrin për shembull të blejnë një pikturë të Omerit, të blejnë një pikturë të një profesori që ka bërë emër më. Mirë po harrojnë se edhe ai në një periudhë ka qenë një student. Tash duhet edhe neve pak të na lejojnë, t'ju jepet hapësirë na jepet hapësira të arritur, duke na jepur hapësira, jepet vullnet më shumë për punë, duhet të kërkosh më shumë, që t'japesh më shumë. Dime, kur jemi te papunësia, që ka edhe në kronikën e parë, se ka shumë piktorë të rinë ose studentë të cilët kanë kryer studimet e artit figurativ dhe janë të papunë. E papunë mund të quhesh edhe ti, me që sa e di unë je vetëm zavendësim në shkollën fillore Sandi Shteriovski. Po. Sa është e vështirë të punosh me fëmijë përderisa jemi këtu te Sandja? Do ta cek edhe atë Salia. Është e vërtet. Në Kërqov, fluksi të rinjve për art nuk ka qenë shumë i madh. Mirë po ndjej një kënaqësi që tash njerëzit, studentët janë vetëdijsuar dhe dinë çfarë bëjnë. Edhe pse ndoshta jemi pa punë, deri dje kam qenë pa punë. Edhe nesër ndoshta jam pa punë, se jam vetëm një zavendësim. Nuk vlerësohet, shqyr Zoti, do të them në këtë shprehje, tash fluksi studentëve, ka student në artin figurativ, dëgjoj që ka kërqëvar, edhe e di që nesër do dalin shumë të mirë. Ta sa bashkëpunojmë mes veti, kjo është një pikpyetje e madhe, se nuk kemi hapësirë ku të bashkëpunojmë. Nuk është faji të ne, është faji që Te rrethana dhe kushtet të cilat na jepin. Që ne nuk kemi një zyrë, një atelje, ta them një galeri, ndoshta galeria te Pallati i Kulturës është, mirë po nuk është e hapur shumë për ne. Tash rrethana ka të ndryshme. Papunësia me të vërtetë e bën atë veten, ku qëndron problemi tash janë faktorë të ndryshëm edhe njerëz të ndryshëm. Qëndron problemi unë më shumë e shoh se i kanë shkurtuar orët e vizatimit. Duhet të ketë më shumë orë, përderisa në të kaluarën kemi pasur 2 herë në javët, tas nxënësit e kanë mundësinë vetëm 1 herë në javë të ballafaqohen me artin. Duke e ditur se aty mund të jenë më shumë kreativ, më të lirë, por edhe më të fortë. Unë për momentin jam zavendësuese në Sandi Shteriovski. Fillimi ka qenë me të vërtet pak i vështirë për mua, duke qenë të ri kolektivi për mua, po ashtu që nuk i kom njohur as pak. Eksperienca me nxënësit nuk më pasur as pak përveç çështjes që kanë qenë të rëndësishme që duhet t'i bëj si studente. Mirë po, unë shoh të nxënësit me shumë keqari e them, mungesë respekti. E para që mungesë adekuate, mungesë nuk mund ta kulture. Mungesë kulture, tash nuk e di ku qëndron problemi. Nuk mund, ka faktor të ndryshëm. Nuk mund të them familja, as pak, po ndoshta është edhe familja. Realisht kultura e parë familjare kultura vjen që nga fëmiria dhe nga familja. Nuk e di tash, nuk e di E di atë thënie si e thonë ato të vjetrit, shkolla nuk të bën njeri. Jo, absolutisht të pajtohem. Shkolla nuk të bën njeri, mirë po nuk e di tash, nuk di ku çndron problemi. Vjen pyetja, a punojnë shumë prindit me fëmijët? Apo ju japin kushte vetëm merri dhe lëm të qetë? Është çështja, a punojnë arsimtarët ne shumë me fëmijët? Apo vetëm edhe ne bëjmë punën sa të marrim rrogën? Ka shumë faktor. Mirë po, sa kam parë unë, me fëmijët duhet punohet. Duhet të jesh në pozicionin të ulesh pak. Ti kuptosh ata, të shohin çfarë dëshirojnë ata. Fatmirësisht mu më erdhën krejt për një rend, edhe një si kujdestare e klasës. Unë mundohem
të bie në nivelin e tyre. Edhe mundohem t'ju kuptoj. Mirë po ka njëherë me të vërtet, sudem t'ju kuptoj. Në një kohë i bëhesh edhe psikologe dhe mësuese arti. Unë mundohem t'i bëj krejt punët. Realisht ajo është në arsim. Të gjithë që prej tyre të nxjerr më të mira. Të shohish ku qëndron problemi, çfarë duan ata dhe çfarë dua unë. Mundohem t'i bëj 3 në 1 dhe s'di çfarë do dali. Shpresoj që do arrish sukses e padyshim që dukeni se jeni punëtore zime. Shpresoj dhe njoftohen në emision do arrini. Do të kthehem prap aty ku thatë se kushte nuk kemi. Sa realisht ka Kërçova kushte për të ardhur artistë të huaj të ekspozohen këtu zime? Nga vetë fjala që u shpreha, ndoshta nuk e di sa është ndjekur nga kamera. Kjo fryma ime tregon që shumë pak. Unë kam pas rastin të mbajmë ditët e hapura të Kërçovës, mos gaboj. Është një javë kulturore që ne me të vërtetë kemi hasur pengesa për t'u ekspozuar në Pallatin e Kulturës. Do të pyet se çfarë pengesash. Nuk kishëm as pak kushte ku t'i ekspozojnë punimet. Okej, do të them çështja e pikturave, grafikave ishën varet në mur. Mirë po, çështja e skulpturave duhet të ketë një bazë, se ku do të shndrojnë një punim. I pyesim me shumë keqardhje dhe do të them publikisht, i pyesim na jepni edhe i shifshim aty ku janë nuk e di ta si baza ku do të qëndrojnë skulpturat. Nuk kujtohet emri adekuat për momentin. Do të më falin në publiku, mirë po nuk na lejuan të na hapin. Na dhanë një 2-3 banka aty, edhe ata banka pas një farë mbulese. Jemi detyruar nga vetë ne artistët të shkoj dhe të blej letra që mos duken atë shumë keq banka për të ekspozuar. Se ajo kërkon një bukurit vete, kërkon se një çfarë ku të ekspozohen dhe si të ekspozohen. Nuk kam nisur nga kjo që kum pa me sytë e mi, shumë pak, edhe pse njerëzit dëshirojnë të vinë në Kërçovë, edhe pse jemi kaq mirëpritës, jemi kaq të ngrohtë me njerëzit, nuk kemi ku të ekspozohemi. Nëse kishte një galeri të artit në Kërçovë, do të kishte edhe shumë aktivitete të tjera. Do të njiheshin Kërçova nga shumë artist, nga shumë poet, nga shumë muzikant, po edhe ashtu s'kemi kur qojmë as një dramë, as një shfaqje, as një koncert. Ne të artit në përgjithësi, të artit flas si aktorët, poetët, muzikantët, s'kemi ku të ekspozohemi. Me shumë keqardhje. Edhe pse Kërçovës i nevojitet bollë në për kafe duke ndetur, duar kryq, duke i qarë hallet dertet në për kafe, ideja kemi plot, ëndra kemi plot, të rinë kemi plot, të rinë bollshëm, nuk e dia i kemi apo i humbim, të rit, duke u larguar jashtë, se me të vërtet nuk ke ku të ekspozohesh, çfarë të bësh. Shpresojmë të bëjmë diçka, të gjithë këto ide, të gjithë këto mundësi, të mblidhemi si vetë të ri, nëse nuk bëjmë një hap përpara, të bashkohemi, të bëjmë ndryshime, edhe të jemi në hap me kohën me Gostivarin, me Tetovën, me Shkupin, pse mos jetë një qendër kur do të vinë të gjithë dhe të shohin se me të vërtet edhe në Kërçovë bëhet diçka, ka të ri që duan të bëjmë, mos të shkojmë jashtë, edhe punën tonë ta japim dikun tjetër vend. Por këtu kretë mbarit se sa kushte dhe kush na përkrah. Edhe pse s'kemi as pak përkrahje, mirë po shpresojmë të vetëdijsohen të gjithë këta njerëz, edhe t'u jepet hapësirë të rive. Unë do të them të rive se ka edhe më të ri se unë, edhe që janë pas gjë. Nga regjia më bëjnë me dje se jemi në minutat e fundit, unë kam edhe një pyetje të fundit.
A vlen të studiohet arti? Apo duhet të fokusohemi vetëm në mjekësi, juridik, ekonomi e tjerë, e tjerë, e tjerë? Unë, Sali, e këmë thonë e them, edhe do të them prapë, boll kemi mjek, Nuk kemi boll. Zime se kohët e fundit janë duke na ikur jashtë dhe ato që janë. po shpresojmë, tash nuk e di, shumë kemi ekonomist, Po, shumë kemi jurist. jurist, edhe shumë drejtimet tjera, mirë po pak art. Unë ju them të gjithë të rive, në qoftë se pak kanë talent, edhe mendojnë që mundet të bojnë këtë punë, le ta vazhdojnë artin. Se të gjitha ndryshimet, prej nga periudat më të hershme, merret, lexohet historia, të gjithë janë bërë ndryshime përmes artit. Historia një populli ruhet përmes artit, si përmes historisë, ashtu edhe përmes artit e këngës ajo. Të gjitha. Fakt është dhe ka qenë çdo herë. Do të jetë edhe shpresoj, ju them të gjithë të rive të vazhdojnë artin, të shohin se si është një jetë arti, të shohin se si është një fakultet artisti, të bësh se është shumë ndryshe të studiosh artin dhe të studiosh diçka tjetër. Është një kënaqësi e veçantë, është një përjetim i veçantë, edhe shpresoj që shumë të rinj kërçovar ta përjetojnë atë që e kam përjetuar unë, mirë po krejt me punë. Në përmjet punës. Dzime Gjithmonë. kënaqësi që ju kisha në studio, shpresoj që përsëri do t'ju kem në studio. Unë ju dëshiroj suksese, që sa më shpejt të merrni edhe diplomën e doktoraturës me që jeni në fund. Faleminderit shumë Sali, faleminderit shumë që ma dhe mundësinë në Kërçov të jem, e të më shohin kërçovarët kush jam. Shpresoj që kjo dëshira jote të vazhdoj këtë çdo i ri që ka diçka për të ekspozu, ka diçka për të thënë, jep janë mundësinë se ju jeni baza kryesore. Tash në kohët e fundit media është ai që jep pasqyrë shumë të mirë dhe shumë të keqe për një X arsye ose një X person. Jepuni mundësi të rinjve të shprehen, të tregojnë kush janë dhe të jenë më shumë të vullnetshëm, të tregojnë se unë mundem dhe mund të jem dikush. Po ne vetëm punojmë në atë se të ekspozojmë njerëz të pa ekspozuar. Pikërisht është Të rinj edhe kërçovar, jep një mundësi si çdo televizion tjetër që u jep të rinj kërçovarëve edhe të përgëzoj për punën. Shpresoj që shumë Sali e tjera dalin kështu. faleminderit. Suksese dhe urime. Faleminderit. Pra televizionistë të nderuar, ju faleminderit që na ndoqët. Ishte gjitha kjo për sonte, me mua shihemi javën tjetër me mysafir tjetër. Natën e mirë dhe miru takofshim.